se YouTube-sa, por sidomos që jeni shikues të A një report, do thoni juve ngele tek parukeria e Olti Shullës, po ja vetëm këtu mund t'i kap në aksion unë. Edhe ato që kanë bërë videoklipet e fundit, është Ronela dhe Samantha këtu me mua, se u duk kështu sikur po bëja një prezantim nga ato. Njerë, përshëndetje. Dëgjoj, po ç'ne ju kapa dhe si jeni me koncertet? Ti e bëre klipin, Samantha e bëri klipin, tash duhet bëni lekët. Apo jo? Po lekët, për ato po rregullohemi, për lekët. Hajde bëuni gati dhe shkojmë atje bëjmë intervistën. Po ti moj si ke ecur me lekët? Po deri tani pritshmëritë janë të mira. Tash përpara se të bëhet gati edhe Ronela, do më thuash vetëm një gjë. Mirë që pushimet i bëni bashkë ju, mirë që këngët i bëni bashkë ju. Jo, po nuk ne pim bashkë. Po një sekondë, pse të shkon mendja për keq, moj, nuk isha kaq që po e di unë mendjen tonë. Aty do të shoj. Pyetja ime ishte, ore te parukieri bashkë vini juve. Po se kemi një njerëz shumë të veçantë që përveç se është njëri i veçantë, domethënë duart e tij janë të arta dhe gjithmonë na bën që të ndjehemi kaq mirë. Duket, domethënë gjithçka duket, nuk ka nevojë për shumë fjalë, apo jo? Ja, nuk ka nevojë. Olti Shulla. Dëgjoj që ti ke ndryshuar dhe je bërë shumë më seksi, ka filluar ta thon të tërë nëpër Instagram-rëra dhe Facebook-rëra. Shumë, ja, shiko, vetëm e ke bërë kastile sot, po flasim aty te vendi ku do bëni intervistën atë. Ja ku jam unë, ja ku janë edhe gocat na shpjegojnë tani se prandaj kam ardhur. Kjo misia gjithë, po merren të gjithë me këtë misin tuaj. E para gjë që i habit njerëzit nga kjo misia, e di kush Ronela? Që ti je e çmendur, ajo është goca urt, kështu thon. Nuk e them unë. Po. Ashtu jemi mbase. Është vërtet më urt Samantha. Po. Ë? Si keni gjetur njëra tjetrën? Apo e bën të vdekur? Ashtu duket thot. Ashtu duket, ë? Shika, unë gjithmonë kam qenë dhe jam absolutisht, ndoshta më e butë në karakter. Kjo nuk do të thotë që në karakter nuk kjo është e egër. Po, prandaj dhe Ronela pavarësisht se jep ato përshtypjen që ndoshta është në skenë shumë e egër, në realitet ajo ka një lloj butësie, brështësie që njerëzit nuk ja dinë, po unë ja di. Megjithatë u egërsove dhe ti me këtë klipin e fundit. Me këtë klipin e fundit u egërsove, kështu thon. Samantha është bërë dreq, është bërë super seksi. Në fakt, duke marrë parasysh edhe fabulën e këngës, që ajo vajza aty e ka bërë edhe e ka punu me shumë dashuri, madje edhe melodinë e këngës, se kjo duhet teksuar, gati është një këngë e kompozuar nga Ronela. Dhe aty siç e ke parë, dhe siç e kam parë të gjithë, bëhet fjalë për një vajzë që po jo është një djalë që është në një lidhje gjatë. Moje poshtër. Ndaj dhe unë nuk kisha si të shfaqe si një vajzë e ëmbël, shumë e mirë, me një fustan të gjatë, që e lëviz. Normalisht do të futesha brenda konceptit që ka dhe kënga. A të kushtojnë në që kjo, në kuptimin që... Absolutisht, unë nuk e di, po e kam shijuar shumë. E shijove për që ka lidhje me jetën time, Jo, absolutisht nuk ka asnjë lidhje. Thema e shijove në kuptimin që realizove një videoklip që mund të kishte një impenjim tjetër dhe ishte ndryshe. E shijova pafund. Se për shembull unë kam të vështirë të shoh Ronelën të veshur me këmish. Edhe mendoj që mund të ishte e vështirë dhe impenjative edhe kjo, apo jo? Po jo, shiko, kur duhet bësh një klip që duhet ta bësh ashtu, normalisht do futesh në rol, edhe gjithsesi, pavarësisht njeriu nga ajo çka bën gjithmonë, ka raste që edhe duhet dali pak nga vetja për të parë ndryshim. Gjithmonë ndryshimi duhet të jetë për mirë, duhet të jetë, mund dalë edhe për keq, nuk i dihet. Shpresa është gjithmonë për mirë. Kështu që besoj se Samantha se ka dalë shumë mirë klipi, edhe puna, edhe gjitha, aq më tepër kur gjërat bëhen me dashuri dalin gjithmonë mirë. Po, tash kjo dashuria ka të bëjë me shoqërinë tuaj që pastaj u realizua dhe kjo këngë dhe unë mësova që përveç tekstit ti ke bërë edhe krimin e këngës. Po, në fakt ka dalë shumë rastësisht sepse ishin mbledhur që Samantha të zgjidhte çfarë këngë do bënte, edhe na pëlqeu instrumentalit që po i ofroheshin, me zgjodhëm këngën, edhe duke ardhur nga Prishtina në Tiranë është bërë e gjitha, më thon rrugës makinë. Tha shkoj hapë telefonin, edhe mbaroj. Për tekstin thua Ronela apo për? Edhe për tekstin edhe për melodinë. Nuk ka qenë asgjë e planifikuar, ne kemi qenë bashkë në studio, kemi dëgjuar bitin, edhe ky ka qenë i vetmi që na ka rrëmbyer, kishte një lloj sensualiteti brenda, se kishte diçka që tërhiqte, sepse ndërkohë ishte edhe një këngë tjetër që na linte në dilem, ajo ishte hip hop R&B, e dëgjonin bitin e saj lëvizni, por nuk na vinte ndonjë lloj improvizimi, domethënë nuk na frymëzonte ajo. Sa filloi ti se din se aty
është përveturuam të gjitha. Jo, mire, kjo do të thotë që e keni ndjerë një herë brenda juve dhe pastaj ka sjellë edhe rezultatin që është realizuar kënga. Mirë, unë mbaj mend që juve patë të bërë për festat e fund vitit koncerte bashkë, nëse nuk gaboj. Po, ne kemi rastis shumë herë për koncerte bashkë, nuk është vetëm për fund vit. Edhe kjo s'është vetëm dorën tonë. Di pse ju lidh nga ajo kohë kur ju shikoja në Instagram edhe në përgjithësi në rrjetet sociale, që bëni të koncertet bashkë dhe pastaj erdhi dhe kjo këngë dhe u duk sikur aty u krijua amësia vërtet. Po jo, ne njihemi që të vogla, që të ethet, kuptoni me vullnetare të vjetra, por më thënë që rrim kështu, s'po e them atë fjalën tradicionale, po që rrim gjithkohë, u bën ja 2 vjet, po. Kështu që nuk e shoh fare këtë punën që shikoj. Ajo këndon edhe ne kuptoj kemi natë. Nuk e shoh asnjëri këto. Jo, mirë, po të këtë që ti në përgjithësi s'ke qenë kurrë xheloze, kjo është një gjë që dihet dhe gabim e ke, se që kam si e duhet. Bëj shaka. Shiko tani. Është hera e parë që ti krijon një këngë e cila pastaj unë kam bërë shumë këngë, po nuk më ka dalë emri. E pra, shpjego pak këtë pjesën. Po, shikom, në fillim kur... I hypi ambicia që tani, o Saman? Jo, ka qenë pjesë e kontratës atëre, sepse unë kam pasur dealin atil që për të fituar një këngë faljas duhet bëja shumë këngë tjera ku nuk duhet dilja. Kupton? E kuptoj pak këtë pjesë dhe pastaj po vras edhe mendjen se kush ku mund të ketë ndodhur. Sa shumë. Ku kur dhe kush ka qenë ai ose ajo që të ka bërë. Po, unë duha t'i shkoj deri në fund tani. Jo, janë bërë shumë këngë, domethënë duke qenë se unë kam studiuar piano, më vinte gjithmonë kjo frymëzimi edhe kam rastisur që kam pasur këtë lloj fati. Artisti vërtet në muzikë është ai që bën këngën edhe e këndon. Kantautori, siç është në kinema, për shembull skenaristi dhe regjizori, që mund të bëjë të dyja një person. Është arritje e madhe. Shiko, për tekste unë bëj shumë, nuk është se... Këtë e di. Ndërsa për melodi, kohëve të fundit punoj vetëm për veten edhe për njerëzit që dua, sepse nuk mund bëhet melodia si të shkosh te një shitës edhe ti thush shiko se dua një këngë, sepse me tekstin mund të manipulohet diçka e tillë, kështu që i thua shiko të la apo e le si e do tekstin, trego edhe e bën. Ndërsa me melodinë është ndryshe sepse duhet frymëzimi. Edhe unë zakonisht me meloditë kam punuar vetëm për këngët e mia. Edhe sot e kësaj dite nuk le asnjëri të fusi hundut tek projektet e mia. Kur ti frymëzohesh për të bërë diçka tënde, nëse edhe të vijat melodike, jep diçka nga vetja dhe normalisht duhet ta mbash tënden sepse është stili jot, është ajo që buron nga ty dhe kur këndohet nga një këngëtar tjetër duket që domethënë ndonjëherë duket sikur do të bëhet si vetë personin që e ka bërë atë këngë, më kupton? Dhe unë e kam këtë ti pavarësisht se nuk e të bërë tash kritikë. Pavarësisht se po? Okej, këngën pafundësi për shembull është ma ka shumë është një realizimi ime, pra vetë vija melodike e këngës është realizuar nga unë. Ndoshta prira ime më e madhe është tek baladat, sesa tek R&B-ja, tek reggae. Unë kam parasysh që në videoklipin tënd të fundit që ti je me Kledi Baitin njeve shumë e kostum, pavarësisht se shumë seksi, se ishte i hapur, e mbaj mend, kam xhiruar aty. Mendon që nuk ngesta as kërkundet. Po ne nuk do t'ia themi njerëzve këtë. Po këtë ty i them të gjitha. Por ajo që dua të kuptoj është ku e ndjen veten Samanta më mirë dhe sa e vështirë është i përshtatesh tregut, qoftë edhe kohës, periudhës, stinës. Pra ti duhet në verë që pavarësisht stilit muzikor që është alla Ronela, edhe ti përshtatesh faktit që duhet të jetë energjike, duhet të jetë pak me roba banjo, duhet të jetë pak tregu do stil. Tregu është i pamëshirshëm, prandaj. Tregu është i pamëshirshëm edhe do preferoja më shumë që në vazhdim të zgjidhja stilin në kuptimin jo shumë profesionalizëm, domethënë më tepër e komercializuar. Besoj se publikut i kam treguar që arrit këndoj edhe balada dhe këngë profesionale që kërkojnë shumë vokal dhe besoj se është më se mjaftueshme, ndaj tani më duhet të tregoj një pjesë tjetër që unë se kam bërë më parë. Unë nisa ndryshime faktikisht me këngën Femër Fatale, që të gjithë e dinë që është tipike e linjës R&B, sepse vetë timbri i zërit tim i përshtatet asaj rryme. Ndaj dhe po mendoj që të vazhdoj të sulem shumë rrymës R&B, ndoshta edhe rrymëve të tjera, por për momentin nuk shoh balada
shoh vetëm këngë që nxjerrin një Samantha tjetër. Po pra, do të thotë që ky lloj ndryshimi nuk është se ka kuptuar gabim publiku, domethënë kur e ka perceptuar që ka një lloj grinte nga ana jote për të ardhur ndryshe. Kjo e ka shoqja e ka fajin? Po ja do pyesim Olten, çik se Olti duhet ta di më mirë. Shiko, a do më ulesh këtu? Apo është jo, si aq sportiv ti? Dgjoj, po ulem unë këtu. Po pse po ulesh ti aty? Po se trish ti elegant se unë jam gotë sportiva. Orion Shiko këtu. tani. Trish që kështu si lacat. Olti, bën përshtypje se këto vijnë të dyja këtu ke ty. Edhe i bën përshtypje shumë edhe publikut se si këngën e ka bërë, tekstin ja ka bërë ajo kësaj, pushimet i bëjmë këtu vinë këtu janë shumë të ndryshme njëra nga tjetra se kaq e diun se i njoh kaq të dyja. Si merren vesh këto të dyja me njëra tjetrën se kam nevojë për një zë të tretë që të ma thot më mirë këtë. Po jo, duhet merren vesh shumë mirë atëherë përderisa funksionon dhe rinë shumë gjatë bashkë. Mirë, patjetër, po them janë natyra të ndryshme. Unë nuk jam fort me teorinë e magnetit që të kundërtat ngjisin etj etj. Kurse unë jam. Ja. Ndoshta kjo i bën? Po mirë, po për të rregulluar, kush është ajo që të lodh më tepër? Varet për çaj eventi bëhet fjalë, ndërkohë nëse është një event shumë i rëndësishëm, të dyja janë të lodhshme. Në qoftë se është një event. Tipi, e kuptoj, po prap karakteri mbetet karakter, kush është ajo që të lodh më shumë? Ska për ta nxjerrë, ë? Se si u mendoj që janë të dyja shumë të mira. Po, faleminderit shumë, edhe ti je shumë e mirë. Këtë e di unë që janë të mira ata. Unë doja të dija në një gjë më shumë në lidhje me anën e tyre që nuk thuhet normalisht, e kupton? Zbuloja atë pjesë. Megjithatë nuk ka ndërmontorit na tregoj. Faleminderit, e ke plot salloni. Duhet të shkosh. Hajde, ma thoni vetë tani si merreni vesh me njëra tjetrën shpejt. Po merremi flasim o ti, konsensusi. Kush vlet më shumë olla palqene? Kush vlet më shumë? Jo, me unë vetëm pohoj, ka raste. Mirë them. Mirë thua. Aha. Nuk është e lodhshme. Jemi dhe kritiket njëra tjetrës dhe mua kjo gjë më pëlqen. Se nuk më pëlqen që të ketë një lloj marrëdhënie komplet hipokrizie, siç ndodh rëndomt. Ose servilizmi, ti je yll, ti je shpirt, ti je zemër, ti je më e bukur. Ja, mirë, nuk diskutohet që në një shoqëri të vërtet nuk ekziston. Absolutisht për diçka që nuk më ka pëlqyer, ja kam thënë. Dhe ajo e di që unë gjithmonë ja them Për të mirën dhe jo si të jetë as Ronela Hayati shoqe, as këngëtare, po ja them me të vërtetë se të jetë motra ime. Edhe e them ku duhet të ketë kujdes edhe çfarë nuk më ka pëlqyer tek filan performancës se te filan nuk ka e kuptoj. Kjo do të thotë që kjo është më kritike se ty? Aha. Si natyrë? Aha. Mirë. Çfarë ke bërë mbrëmje që je kaq e fikur? Kam qenë kinema. Nga kinemaja ke ardhur kaq e lodhur? Që bërë mbas kinemas, thua ajo shpejt tani. Pse duhet të jetë patjetër mbas kur mund të jetë edhe në. Në kinema, wow! Ja, shiko, pam filme me ushqime. Edhe hëngre, dhe sot je mërzitur për aq shumë sa ke ngrënë mbrëm. Po, ka shumë mund të jetë kjo. Ato darkat plot kolesterol. Sa qef, ku hëngret ishe dash? Po edhe në kinema bashkë është juve. Po që se diçka ishte bërë kjo në kinema, kështu që. Jo. Në kinema ishim shumë njerëz, ishim shoqëri. Ndoshta do na duhet në një intervistë tjetër ku të flasim për veten. Jo. Për veten? Për veten, më pëlqen ato intervistat e sinqerta që dhe njerëzit ta dinë se kush është Samantha dhe kush është Ronela dhe çfarë bën në jetën e saj. Po, dhe këto duhet bërë sigurisht në mënyrë vetjake. Keni drejt juve për këtë pjesën, por unë erdha dhe isha shumë entuziaste që u gjeta bashk, për arsyeën se të dyja keni prodhime muzikore këtë verë të suksesshme, të mira, ndër të tjera shoqëria juaj që çuditi Instagramis, dhe mos ato videot që na vini kështu në përjal, Lorërae, Sandej këndej që këndoni. Pushim. Edhe prandaj isha shumë entuziaste që të vija ta bëja të përbashkët, sepse e dija që mund ta bëja. Tani veç shohim si do ju heci këtë verë me realizimin, jo, me këto dy propozime muzikore, të shohim si do shkoj dhe shihemi në shtator sezonin e ri. Unë kaq kisha, faleminderit, jeni shumë të mira. Bënin çik miropafshim aty. Ciao. Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues të A1 Report, por ta përmbyllur jo vetëm këtë program, por dhe të gjithë sezonin, sigurisht që kam zgjedhur atë që unë mendoj, që është një personazh shumë i veçantë, shumë i mirë, shumë elitar. Fotografitë e tij janë shumë të bukura, por ai nuk bën vetëm fotografi. Është Manca Lavanda. Përshëndetje, faleminderit shumë. Këtë njeriu shumë interesant. Ky njeriu shumë interesant është
në koncept. Në konceptin artistik, në fotot që ti i ke aq të veçanta, në ato fotot që mua më pëlqejnë shumë, edhe kur i ke nga një xhiro tek liçeni ose përvrap nga liçeni dhe janë kaq të veçanta. Nuk e di pse së fundmi në përgjithësi kur kam dalë për intervista më pyesi gjithmonë për këto fotot e liçenit që unë bëj me celular duke bërë vrap, domethënë. Sepse njerëzit e dinë se si është një liçeni dhe aftësia jote për ta nxjerrë aq bukur. Pikërisht këtë them që me celular mund të bëjmë, edhe me celular mund të bëjmë foto shumë të bukura, nuk është thënë që të jetë një aparat profesional, pra syri i njeriu mund të bëjë çuditëra dhe me një celular të thjeshtë. A nuk po bëhen pak të gjithë fotograf tani me këtë Instagramin ose në përgjithësi me rrjetet sociale? Nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë, kuptohet që dhe fotografia, ashtu siç mund të jenë mediume të tjera, është bërë më masive, dëshira pastaj për t'i treguar është një lloj vaniteti që e ka njeriu, që qëndron te karakteri i njeriu. Jo, mua më pëlqeu shumë që nuk e tregove fare vanitos, dhe më pëlqeu që the që është gjë e mirë që të gjithë po bëhen fotograf. Ndoshta nga një pikpamje profesionale njeriu mund të jetë pak egoist në këtë pikë. As pak, njerëzit, unë them gjithmonë që fotografia kur është hobi, kur është më shumë se një pasion, është një gjë shumë e bukur. Kuptohet që pastaj njerëz të ndryshëm tentojnë ta vënë në funksion të paras, gjë që jo gjithmonë është një gjë e mirë, sepse duhet një lloj përgjegjësie pastaj kur. Dhe këtu desha të dilja, a e ka bërë më të vështirë rolin e një fotografi profesionist kjo tendencë tani? Jo vetëm këtu, them në të gjithë botën. Unë nuk mendoj, mendoj që kush është fotograf profesionist edhe kush është i afirmuar, ka tregun e vet, por që nuk ka lidhje me tregun e vetvete, ka lidhje me një lloj stilit vet, me një lloj zhanri që ai përdor më shumë. Mua më bën shumë përshtypje se si një njeri që ka një profesion të përcaktuar dhe sidomos është një profesion artistik, pra je një artist si fotograf, të kesh edhe kaq shumë cilësi tjera, tash kjo është të shkruash, të jesh pjesë mediatike e paneleve të ndryshme, të programeve nga ato MNZ që ekzistojnë për televizione, për të dhënë mendime, për të folur, për të dhënë opinione. Tash mund ta fikim kamerën sa them, po unë jam njësh më ja. Jo, absolutisht. Po që nuk e di, nëse njerëzve i pëlqen ajo gjë që bëj unë, qoftë fotografitë apo pjesa që shkruaj, unë jam shumë i lumtur për këtë, por nuk mund ta them unë. Mandje fotografi i revistës Mapo, i Mapo Madami, të gjitha Mapove që ekzistojnë etj etj. Ke një rubrikë shumë të pëlqyer që shkruan, pra mandje është edhe mendimtar apo shkrimtar apo si mund. Ai rubrika është shumë e veçantë, është melankolike ajo rubrika që ke. Po, ma nuk është melankolia. Unë aty flas në përgjithësi për shumë gjëra, për shumë tematika. Natyrisht fus edhe gjëra pjesë të jetës time, në mënyrën. Unë lexova atë anën aty ndalova atë romancë. Po që natyrisht është një pasion tjetër im i madh ajo të shkruarit. Mendoj ta zhvilloj akoma më tepër, është si puna e. Filloi kështu tani si eksperiencë e parë, nuk kishe bërë më parë. Ke punuar në radio, ke bërë emision në Bum Bum Radio. Më pëlqen ta mbaj veten të zënë, domethënë. Mua më pëlqen një artist që është dhe mediatik. Këtë shoh ty si gjën më të veçantë. Mendoj që jam një artizan më shumë se një artist. Mendoj që ti bëj gjërat më në mënyrë klasike, ashtu siç duan bërë, me ato kujdesin e vet, qoftë dhe ke fotografia, qoftë dhe ke shkrimi, i përkushtohem shumë dhe i vë shumë pasion asaj gjës. Tani sa kohë ke që e ke këtë rubrikë në fund të revistës? Kjo rubrika u bë më shumë se 1 vit e gjys, 2 vjet, që kur është ka rifi. Kuptoj, dhe si lindi, si të shkoj mendja ta bëje këtë, si e propozove ndoshta? Ma propozoi kryeredaktori i revistës, i cili insistoi që unë të bëja edhe një rubrikë. Kishe parë se si shkruaj, ta njihte pak temën. Pak a shumë njihte mua se si jam, edhe mendoj që ishte më drejt në fillim të vinim fotot e mia që unë bëja zakonisht, fotot veçanta, dhe të bëja unë një përshkrim. Pastaj nga kjo gjëja evoloi në një gjë tjetër që ishte shumë më ndryshe, kishte shumë empati aty brenda, kishte shumë më ndjenjë dhe më pasion ke pjesa e të shkruarit. Dhe më çuditi edhe mua, sepse realisht unë kisha filluar të shkruaj një roman, të cilin e ndërpreva për arsye pune, dhe aty rifillova pastaj të shkruaja dhe të riaktivizoja veten time drejt shkrimit. Në qoftë se do ta ndaje pak mendjen midis fotografisë dhe shkrimit, kënaqësitë shpirtërore, unë i quaj orgazmat shpirtërore që ndjen dhe provon.
ku janë më të mëdhaja ose ku ndryshojnë njëra nga tjetra, se mund të jenë dhe njësoj, nuk mund të jetë patjetër njëra më e madhe se njëra më e vogël. Janë dy mënyra të shprehurit të gjërave. Fotografia është një mënyrë për të, unë e them gjithmonë, për të ndaluar kohën. Pra ti ke një moment dhe ti atë kohën do ndaluash. Është një luftë që në përgjithësi e ka njeriu me kohën, me faktorin kohë, koha që ikën. Këtë gjë unë e përcjell dhe ke shkrimet e mia. Përdor shumë faktorin kohë dhe përdor shumë pjesën se çfarë ndodh me neve, metamorfoza që ndodh me neve gjatë kohës që ikën. Pra ke unë këto të dyja kam përshtypjen që janë të pandashme. Mënyra se si shohim neve gjërat ka një lloj përshkrimi, fotografia ka një përshkrim. Pra janë të gjitha ato detajet aty që unë nëse nuk i fotografoj i them me fjalë. Ti lidh njërin dhe tjetrën, për të shkojnë bashkë ato të dyja. Është një përshkrim fotografik dhe mënyra si unë tentoj të shkruaj ose mënyra si shkruaj unë është shumë fotografike. Unë kam vënë re se sa shumë foto u bën femra është seksi bukur, kështu që është e logjikshme që duhet të frymëzojmë më tepër. Dhe natyrës, por sidomos femrës, dhe a fotografon meshkujt? Jo, nuk fotografoj, nuk gjej asgjë të bukur ke meshkujt. E kam thënë disa herë, nuk është se nuk e fotografoj, më ka qelluar të fotografoj për çështje pune, po që natyrisht kur jemi për çështje pune nuk është thënë që të bëjmë diçka me qef se s'bën. Ka shumë në shumicën e rasteve bëjmë gjëra pune dhe i bëjmë pa qef. I bëjmë mirë, unë s'po them, po që pjesa ku është dhe qefi dhe pasioni dhe aty ku ti shef të bukurën, nëse ti e shef të bukurën ke natyra dhe ke femra si subjekt, atëherë ti jep maksimumin. Kështu që kam përshtypjen nuk kam asgjë me meshkujt, ideja është që thjesht nuk më preferoj të fotografoj zoq edhe Mirë, shiko, se më kujtove këtë çështjen kur je i detyruar se të bësh një gjë që të duhet që ta bësh ose një fotografi që duhet që ta bësh, edhe më kujtua që është verë, më kujtua që është periudhë dasmash, më kujtua që tashmë fotografitë e dasmave kush nuk i bën. Megjithatë është një periudhë jo vetëm për fotografët, dhe për parukierët, dhe për për çdo, për të vjelur para. Edhe si bëhet ky lloj kontrasti, unë vër edhe shumë kolegë të mi që janë kameraman për shembull, që bëjnë dhe fotografin, bëjnë edhe kameramanin dhe fotografin, me atë pak që mjaftohen në ndërtimin e kuadrit, dhe pse unë mendoj që janë ndryshe kamera dhe video me fotografin. Edhe si mendon për këtë treg? Po prishet për mendimin tënd? Tregu? Çdo lloj tregu ka një lloj zhvillimi, ekspansioni, pra tani jemi në momentin kur ky tregu po zgjerohet. Ama me kalimin e kohës dhe shihet e njerëzve do përmirësohen, që do thotë njerëzit vetë do jenë më selektiv me kalimin e kohës. Dhe mbi sipërfaqe do dalin ata njerëzit që efektivisht janë të aftë të bëjnë fotografi, o qoftë të bëjnë video ose parukier, flasin për gjithë këtë industrinë këtu që është shumë e madhe realisht. Në lidhje me fotografin, ka shpërthyer kjo mania për të bërë fotografi dhe për të fituar para. Unë me asistentët e mi shpesh i them që nuk është çështje parash, është një çështje përgjegjësie kur vjen puna e dasmës, janë foto që njerëzit do i kenë vetëm një herë. Dhe ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme në lidhje me këtë. Një fotograf artistik është tjetër gjë. Bën një lloj fotografie tjetër, pra është një shkallë më sipër. Njerëzit ka njerëz që duan fotograf dasmash, tipik dasmash, që bëjnë foto dasmash, ka dhe fotograf tjerë që janë çik më ndryshe. Që ata fotografët aty janë 2-3 në Shqipëri, nuk ka më shumë. Madje kur të martohem unë do mi bësh fotot e martesës? Patjetër. Fillo kurse lekët tani. Kushton shumë, ë? Mirë, dhe ky është dallimi kam përshtypjen sepse diskutohet që të vish tek një fotograf me emrin tënd, patjetër që Shiko, kjo këtu fillon selektiviteti. Pronësia intelektuale dhe një artist kushton pikërisht për një lloj vizioni ndryshe. Pra nuk është një çështje që do marrësh 2 foto me burrin tënd edhe vizionin përgjithësi i mënyrës se si ti do i kesh ato fotot aty është ndryshe. Prandaj po them që ai artisti që ka një del më shumë, ka një ca dije më shumë, ca aftësi më shumë, kushton më shumë. Pra nuk është çështje, unë këtë e kam bërë re nga që nuk vi nga pjesa artistike, unë vi nga një botë në jetën time të parë, kam qenë një botë totalisht tjetër. Dhe kam zbuluar pikërisht këtë gjë që ka qenë kjo jeta jote e parë, në jetën time të parë nga krahët në jetën time të parë. Kam punuar nëpër ministrira dhe nëpër mërshme. Kështu që mërshme, do të thënë për një artist duhet të jetë pak. Linda dhe le të themi që po bëj të kundërtën e kryeministrit tonë, për shembull, që nga arti kaloi në politikë, unë nga politika kalova në art. Domethënë po bëjmë. Është më mirë kështu.
Po, varet ku i gjen njeriu veten, sepse ne ndryshojmë, jemi qenë në ndryshim gjithmonë. Evolojmë. Ajo mënyra se si evolojmë pasaj në cilin drejtim na çon ne nuk e dim asnjëherë. Do isha shumë kollaj që dinim se ku. Unë dua të them këtë tani. Në qoftë se ti, të mund të drejtohem me ti se mua s'më shkonte për emisionin fare. Në qoftë se ti, Manca Labanda, nga politikan je bërë artist, do të thotë që ai artisti brenda teje nuk të lat merresh akoma me politikën. Dhe në qoftë se ai kryeministër që kemi, nga arti kalon politik, do të thotë që arti i tij kishte ca probleme që po kjo është mendimi im sigurisht. Jo, ty. unë nuk, jo, mirë. Nuk mendoj këtë, mendoj që ai realisht është artist edhe ka një shpirt artisti, sepse kjo pjesa këtu është shumë e rëndësishme. Pjesa që një artist pastaj sa e zhvillon punën e tij është individuale. Kush ka mundësi ta bëjë, kush merret në politikë. Kam përshtypjen që shumë politikanë në botë kanë qenë artist, Ronald Reagan ka qenë aktor. Ka shumë njerëz që vinë nga bota e artit, por që mirë se të vinë realisht njerëzit që vinë nga bota e artit që dhe për të qeverisur, absolutisht. Kam përshtypjen që janë njerëz që kanë një lloj sensibiliteti tjetër, kanë një lloj, janë dhe idealistë, janë dhe ndrimtar, në përgjithësi artistët janë të tillë. Janë të tillë dhe kur janë të tillë nuk bëjnë edhe për politikë, se politika nuk do ndrrime, do pragmatizëm, do diplomaci etj. Mirë, Mandi, dua sepse ky ka qenë gjithmonë qëllimi i programit tim, të vijem në funksion të atyre që po më ndjekin. Të paktën përpiqem. Të lutem, çfarë ti themi të gjitha atyre sharlatanëve që bëjnë sikur janë fotograf, këtë e them unë, nuk e thua ti, profesionist, nuk thua që ata janë sharlatan. Dhe çfarë do të themi të gjithë atyre që martohen, që kanë nevojë për një shërbim fotografik, cili do qoftë profesional, si të kuptojnë ata dallimin dhe të kuptojnë që kjo është temë shumë e gjerë. Unë nuk do i quaja. Te provam do të. Jo, nuk do i quaja sharlatan për të vetëm në arsye që ata nuk e dinë. Unë e thash, po unë. Ata nuk e dinë. Domethënë, ideja është që ata mendojnë që bëjnë një fotografi të bukur edhe për mua kush e ka pasion të madh le ta vazhdojë, nuk është çështja këtu. Çështja është njerëzit pastaj kur vjen puna për të zgjedhur fotografin në rastin e dasmave, nuk flas për setet që janë normale. Në rastin e dasmave duhet gjejnë dhe të informohen se kush janë profesionistët. Jo vetëm kush janë fotografët që merren me dasmë, kush janë profesionistë. Po këtu nuk e them si një zhakuz, po e them si një lloj eksperiencë pozitive që njerëzit të hapin sytë edhe të zgjedhin gjën më të mirë pastaj kur vjen fundi. Mua më ka qelluar shpesh me klientë e mi që edhe ti këshilloj për fotografët. Bile, madje nganjëherë janë çuditur sepse më thonë që po s'ka mundësi ti sugjeron fotograf tjerë. I thash, unë s'kam nevojë as bëhem i famshëm as të bëj diçka që nuk njerëzit s'duan ta bëjnë me mua. Unë jam shumë fair me njerëzit dhe mendoj që ky sensi i qytetarisë dhe për t'i këshilluar këta njerëz tu përderisa janë fotodasme dhe bëhen vetëm një herë në jetë, vetëm një herë sa herë martohen, se mund të martohen edhe 3 herë. Dhe mundohem që të jem gjithmonë sa më se duhet përdor pra fjalën fair, sa më i drejtë, të ketë një sens drejtësie dhe ajo gjë aty. Edhe kjo ishte arsyeja, e kuptove se fjalim të bukur, unë nuk e di sa ndërgjegjshëm ishte se sa fjalim të bukur mbajte, por kjo ishte arsyeja që unë erdha me shumë dashamirësi dhe të prezantova në atë formë në fillim të intervistës, dhe sidomos jam shumë e lumtur që po e mbyll, jo vetëm programin, po sezonin me një njerëz si Manca Labanda që duhet marrë shembull për mendimin tim. Shihemi në shtator. Për mua mirupafshim. Mirupafshim.